Njeriu është ai që me lejen e Allahut të manduar e përmirëson ekonominë. Njeriu është ai që me lejen e Allahut të manduar ndihmën e tij e sjell lirinë dhe sigurinë dhe gjithë të tjerat. Nëse njeriu nuk është, asgjë nga këto pastaj nuk do të jenë. Prandaj na duhen individ të formuar me të vërtetë si duhet. Dhe formimi i fëmijëve fillon nga familja e tyre. Fillon nga familja e tyre. Fillon nga prindët e tyre. Fillon nga përgjegjësia e këtyre prindërve përballë fëmijëve të tyre. Ka se mos harrojmë shikoj ndëruar, këta fëmijë që Allahu na ka begatuar me ta, këta fëmijë që ne i kemi son përgjegjësi, ta dimë se nesër do të jenë një nga pyetjet elementare dhe kryesore në provimin tonë për Allahun të mënduar. Andaj Allahu xhallahu ala thot: "Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." O ju që keni besuar, o ju musliman, o ju besimtar, ruani veten e juaj dhe familjet e juaja nga zjarri i xhenemit. Aliu radiallahu anhu kur ka komentuar këtë atë thot: "Allimuhum wa adibuhum." Mësoni atë që duhet ta dinë dhe edukoni, ka se nuk është e tëra e kufizuar tek mësimi, por duhet të jetë ky mësim dhe ky arsimim i shoqëruar edhe me edukim.